rregullat e tenvinit dhe nunit sakin. Për nunin sakin dhe tenvinin janë të lidhura disa rregulla, të cilat dallojnë sipas shkronjave që vijnë pas tyre. Këto rregulla janë: idhari, idgham bi gunne, idgham bi ghairi gunne, ikhfa dhe iklab. Idhari, shqiptimi i qartë i tenvinit dhe nunit sakin. Nëse pas tenvinit en, in, un ose nunit sakin vije njëra nga këto 6 shkronja, elif, ha, kha, ain, ghain ose ha, atëherë tenvini ose nuni sakin duhet të lexohet qartë, pa u shoqëruar me tingull hundor. Do me thënë se tenvini ose nuni sakin para këtyre 6 shkronjave lexohet qartë ashtu siç shkruhet. Për ta kuptuar sa më mirë idharin, ti përcjellim shembujt të cilët do t'i paraqesim në tabel. Pra, aktualisht jeni duke i përcjellur shkronjat e idharit, të cilat janë elif, ha, kha, ain, ghain dhe ha. Ta përcjellim shembullin e parë të leximit të qartë të nunit sakin para elifit të idharit. Man a'ta wattaqa. Ta dëgjojmë edhe një herë me vëmendje. Man a'ta wattaqa. Ndërsa tani do të dëgjojmë leximin e qartë të tenvinit para shkronjës elif të idharit. Ashiyatan aw duhaha. Ashiyatan aw duhaha. Wanhar. Në këtë rast kemi leximin e qartë të nunit para shkronjës ha. Wanhar. Sigurisht se edhe tenvini para shkronjës ha lexohet në mënyrë të qartë. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Në renditje kemi shkronjën e tretë të idharit, shkronjën khaun, para të cilës nuni sakin dhe tenvini lexohet në mënyrë të qartë. Liman khashiya rabbah mithqala dharratin khayran. Në vazhdim do t'i përcjellim shembujt e 3 shkronjave të fundit të idharit. An'amta fi jannatin 'aliyah min dhillin ajrun ghayru mamnun wama hum 'anha salamun hiya. Në vazhdim t'i përcjellim ajetet kuranore të cilat pasqyrojnë shkronjat e idharit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. سلام هي حتى مطلع الفجر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى